Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, ndër të tjera në revistën televizive do të ndiqni, opozita mban tubimin kombëtar të radhës, protesta para kryeministrisë, pa fjalime, vetëm marshim dhe molotov. Sali Berisha udhëheq turmën në rrugët e kryeqytetit, autobot dhe policia i ndjek pas me gaz lotësiellës. Socialistët nisin përgatitjet për zgjedhjet bashkiake të vitit të ardhshëm, një ditë pas publikimit të emrave Edi Rama mbledh në seli drejtuesit politik të qarqeve. Caktohen drejtuesit politik të njësive bashkiake të kryeqytetit, angazhohen deputet dhe ministra. Qeveria ka marrë 4 masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e naftës në vend, nga ulja me 20% e akcizës, ngritja e bordit të transparencës, ligji për rezervat dhe futja e shtetit në tregun e naftës. Paketa është prezantuar nga kryeministri Rama. Kreu i qeverisë deklaron se të ardhurat shtesë nga kjo situatë do të përdoren për mbështetjen e pensionistëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ultimatum Iranit për të rihapur ngushticën e Ormuzit. Donald Trump i jep 48 orë afat. Në të kundër do të sulmohet dhe shkatrohet centrali i Teheranit. Përgjigjet Iranit nëse godisni Ormuzin mbetet i mbyllur deri në rindërtimin e centraleve energjetike. Besimtarët Bektashin kanë festuar sot ditën e Sultan Novruzit, një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin fetar që simbolizon rilindjen dhe shpresën. Në kryegjyshatën botërore bektashiane në Tiranë është mbajtur ceremonia tradicionale, festa përcjell mesazhe paqe, harmonie dhe bashkëtese mes njerëzve. Këto dhe të tjera zhvillime me njëherë pas siglës, na ndiqni. Njemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes në ekranin e radio televiziones shqiptar. Opozita ka mbajtur protestën e radhës kombëtare, pa fjalime ishte ideuar ky tubim dhe që në nisjet të tij u hodhën molotov drejt godinës kryeministrisë. Protestuesit filluan një marshim duke u ndalur fillimisht tek Ministria e Brendshme, më pas tek institucionet e tjera. Do të shkojmë menjëherë me gazetaren tonë Anisa Kadesha, e cila po ndjek turmën e drejtuar nga kryedemokrati Berisha. Anisa, të përshëndes, ku ndodhesh aktualisht dhe si po vijon kjo protestë e nisur e opozitës që prej orës 18? Përshëndetje Erti, unë jam tani në zonën e liceut, ka qenë tensionuar situata për shkak se protestuesit po merrnin drejtimin për tek zona e parlamentit, por janë bllokuar aty nga uniformat blu dhe janë shpërndar me ujë dhe gaz lotësiellës. Ndërkohë dhe protestuesit kanë hedhur molotov në këtë zonë që në fakt është e populluar. Në këtë moment protestuesit janë shpërndar dhe duket se drejtimi i radhës do të jetë tek parlamenti. Në fakt kjo ka qenë një protest marshim e opozitës, një protest që ende nuk ka një mesazh nga lidershipi i saj, po nga drejtues politik. Natyrisht që do të vazhdojë protesta dhe do të ketë një mesazh të kryedemokratit Berisha. Sikundër mund të shikohet dhe nga pamjet që përcjell operatori Rald Veshi, zona në shkollën Kosova dhe tek liceu vazhdon të jetë e mbushur me gaz lotësiellës që ka hedhur policia për shpërndarjen e protestuesve. Ndërkohë është hedhur dhe shumë ujë në drejtim të tyre, ndërkohë protestuesit kanë hedhur molotov dhe mjete piroteknike në drejtim të kryeministrisë. Ka qenë një marshim që ka nisur në fillim pranë institucioneve shtetërore, disa ministrive, pranë selisë së Partisë Socialiste, por edhe atje është hedhur molotov. Përshkimi i rrugës së tyre ka qenë në zonën e ish-bllokut për të mbërritur pikërisht pra këtu për të drejtuar drejt parlamentit. Anisa, aktualisht që flasim, drejtohet nga lideri demokrat Sali Berisha turma që po shkon drejt parlamentit, siç e the ti, ka deputet dhe eksponent të tjerë të Partisë Demokratike? Zoti Berisha ka qenë i pranishëm në të gjithë të protestë, pra gjithë protesta është drejtuar prej tij dhe deputetëve, drejtuesve politik të Partisë Demokratike. Ende Zoti Berisha nuk ka dhënë një mesazh në lidhje me këtë protestë, pra cilat do të jenë konkluzionet që opozita pra ka përfituar pra nga kjo protestë. Natyrisht kërkesa standarde e opozitës është largimi i kryeministit Edi Rama dhe krijimi i kushteve për një qeveri teknike për të garantuar për opozitën zgjedhje të lira dhe
të ndershme. Sikundër mund të shikohet dhe nga pamjet pra të Erald Desh, operatorit ton, qytetarët pra protestuesit, opozita po drejtohen pra duke se po drejtohen drejt institucionit të parlamentit, atje ku opozita do të protestojë kundër vendimit të mazhorancës, i cili sipas opozitës ka shkelur ligjet, kushtetutën e vendit, duke mos miratuar kërkesën e SPAK për dhënien e imunitetit të Belinda Ballukut. Sipas opozitës, sipas kryedemokratit Berisha, kjo strategji pra e shumicës për të bllokuar institucionet e drejtësisë ka bllokuar procesin integrues të vendit. Janë shumë vende të Bashkimit Evropian sipas tij, të cilët nuk hapin dritën jeshile për atërsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian për shkak jo vetëm të lidhjeve të shumicës sipas tij me korrupsionin, por debllokimin e sistemit drejtësisë për të luftuar pra korrupsionin. Anisa, me atë që ke arritur të mësosh gjatë rreth 2 orëve që po zhvillohet ky tubim nga ana e opozitës në bisedat që ke patur dhe me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, a ka një skenar ky tubim i ditës së sotme apo do të përfundojë me një mbledhje tekstelie e Partisë Demokratike siç kanë përfunduar dhe tubimet e radhës? Në fakt, edhe kjo protest, Partia Demokratike dhe në këtë protest ka qenë hermetike për të treguar skenarin dhe për të treguar jo vetëm skenarin, por dhe rrugët, akset të cilat do të bllokoheshin. Pra, ka qenë, ne kemi ndjekur live dinamikën e kësaj proteste dhe presim mesazhin e kryedemokratit Berisha në përfundim të saj dhe duke si në protestat e tjera, mesazhi kryesor i zotit Berisha do të jetë pikërisht në selinë e Partisë Demokratike në fund të kësaj proteste marshim. Kjo është protesta e 6 kombëtare e opozitës në arkun e 2 muajve dhe kërkesa pra deviza kryesore është largimi i kryeministit Edi Rama, krijimi i qeverie teknike që do të garantojë për ta zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sipas opozitës, me këtë qeveri dhe me kryeministin Edi Rama nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Faktet dhe akuza të cilat opozita e ka bërë që ka zgjedhje politike 18 maj deri më sot, sipas tyre i ka përligjur edhe raporti final i OSBE Odirit, i cili që në kapitullin kryesor të tij thekson se në zgjedhje nuk u nda partia me pushtet. Pra duke u referuar Partisë Socialiste. Mirë, Anisa, të falenderoj shumë për informacionin që përcollen në revistën televizive rreth tubimit të opozitës që ka nisur që prej orës 18, ku padyshim nuk kanë munguar edhe gjatë tubimit të sotëm përplasjet mes protestuesve dhe policisë, por dhe hedhje gazit lotësielës, hedhje molotovit nga ana e protestuesve drejt godinës kryeministrisë, por gjithashtu edhe fishek zjarre janë hedhur drejt godinës kryeministrisë. Do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejt për drejt, këtë herë me gazetaren Fludur Atota, që ndodhet përpara ambienteve të kryeministrisë për të mësuar se çfarë po ndodh atje. Fludurat, përshëndes, ndodhesh aktualisht tek zona e kryeministrisë, aty ku le themi ka filluar kjo përplasje edhe e molotove, fishek zjarreve dhe përplasja e parë mes policisë dhe protestuesve. Çfarë të reja kemi? Përshëndetje Erti, për më shumë se 1 orë e 30 minuta, molotov, fishek zjarre, mjetet forta u hodhën jo vetëm në drejtim të kryeministrisë, por edhe në drejtim të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, u hodhën molotov në drejtim të Bashkisë së Tiranës, por edhe në afërsi të Partisë Socialiste, pra godinës së Selisë Roz, ndërkohë që molotov janë hedhur edhe në drejtim të koshave të mbeturinave, por edhe disa stacioneve të urbanëve në kryeqytet, ku turma e protestuesve ka qarkulluar deri më tani. Aktualisht në operatori Lulzim Gjoka jemi përpara kryeministrisë, aty ku tek tuk ka ndonjë protestues, ndërkohë që efektivët e policisë dhe përfaqësuesit e medias janë të vetmi që janë aktualisht këtu përpara godinës së kryeministrisë. Vazhdimisht drejtori i policisë së Tiranës, i cili po monitoron dhe po drejton operacionin për mbarvajtjen e kësaj proteste sot, Elton Alushi, po i orienton efektivët e policisë që të ndjekin jo vetëm turmën e protestuesve, por edhe të ndërhyjnë përmes gazit lotësielës, por edhe përmes 2 autobotëve me ujë për të shpërndar turmat në të gjitha institucionet ku protestuesit të shkuan. Këtu përpara kryeministrisë situata tashmë është e qetë dhe nuk ka asnjë protestues. Mirë, Fludurat, falenderoj për gjithë informacionin që përcolle. Pa diskutim do të keni mundësi të ndiqni hap pas hapi dhe minutë pas minuti se çfarë po ndodh me tubimin e Partisë Demokratike në kanalin RDSH 24. Ndërkohë do të vijmë të tjera zhvillime. Një ditë pasi u bë publikimi i emrave, Edi Rama mblodhi në seli drejtuesit e rinj politik të qarqeve. Në takim mësohet se fokusi ka qenë riorganizimi i Partisë Socialiste dhe sfida radhës për zgjedhjet vendore.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka mbledhur drejtuesit politik të qarqeve në selinë e Partisë Socialiste. Fokusi i këtij takimi ishte riorganizimi i partisë dhe sfidat e zgjedhjeve bashkiake për vitin 2027. Pas diskutimit me krerët e qarqeve, Rama nisi një mbledhje tjetër vetëm për qarkun e Tiranës. Mësohet se kryetari i Selisë Ros ka bërë ndarje të drejtuesve në kryeqytet, duke angazhuar deputet dhe ministra në njësitë e Tiranës, si Blendi Çuçi, Mirela Kumbaro, Delina Ibrahimaj, Taulan Balla, Albana Koqiu, Ogerta Manastirliu, Niko Peleshi, Sofjan Jaupaj, si dhe Besfort Lamallari. Ky takim vjen pas ndryshimeve të drejtuesve politik të 6 qarqeve, të prezantuara një ditë më parë në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, ku Rama u vuri kush kryebashkiakëve aktual, të cilët duhet të realizojnë të paktën 10 kontrata për paketën e maleve, në qoftë se duan të rikandidojnë. Sipas Ramës, këto projekte kanë ndikim të madh në ekonominë vendore dhe duhet të trajtohen me seriozitet maksimal për të arritur 1000 investime në të gjithë vendin përmes kësaj pakete. Rritja e çmimit të naftës në tregjet globale ka detyruar qeverinë shqiptare të ndryjë me masa të menjëhershme. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar 4 mekanizma konkret, nga ulja e akcizës deri tek vendosja e bordit të transparencës. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar 4 ndërhyrje konkrete të qeverisë shqiptare për frenimin e rritjes së çmimit të naftës, në një kohë që tregjet globale po përballen me luhatje të forta dhe presion në zinxhirin e furnizimit. Çmimi ka pasur një tjetër kërcim, është marrë vendimi që të hymë në regjimin e bordit të transparencës, është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20%. Në të njëjtën kohë, ne po ecim me shpejtësi nga njëra anë për projekt ligjin për rezerva strategjike, i cili ndodhet në konsultim publik. Paralelisht, ne po përgatitemi që të fusim në treg një faktor publik, do të ketë barën në vendosjen jo vetëm të një ekuilibri në aspektin e çmimit në tregun e naftës, por edhe të një niveli krejt të ri për sa i përket transparencës së atij tregu. Një element kyç i paketës është edhe destinacioni i të ardhurave shtesë që argëton shtetin nga rritja e çmimit të naftës. Niveli i rritur i përfitimit që do të vijë në arkën e shtetit nga rritja e çmimit, cili do qoftë ai pas uljes që ju bë akcizës, do të shkojë vetëm për të mbrojtur pensionistët, vetëm për të mbështetur pensionistët. Qeveria synon që përmes këtyre ndërhyrje jo vetëm të stabilizojë çmimin e naftës, por edhe të vendosë një standard të ri transparence dhe kontrolli në këtë treg. Lufta në Iran ka shkaktuar në shumë shtete pasiguri për sektorin e turizmit, i cili reflektohet edhe në Shqipëri. Sipas operatorëve turistik, vetëm në 10 ditëshin e parë të nisjes së konfliktit janë anuluar rreth 70% të biletave për në Turqi dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Që nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme, rezervimet e shqiptarëve për të udhëtuar në vende të ndryshme të botës kanë rënë ndjeshëm. Rreth 70% të biletave janë anuluar në 10 ditëshin e parë të luftës. Operatorët turistik thonë se pjesa më e madhe e anulimeve është për vende si Emiratet e Bashkuara Arabe apo edhe Turqia. Patjetër ka pasur shumë turistë që kanë rezervuar pushmimet e tyre drejt Dubait, Abu Dhabit, duke i përfshirë edhe me një pjesë të Maldive, dhe kjo e ka bërë të pamundur që ato të udhëtojnë, sepse fluturimin e kanë pas nëpërmjet Dubait dhe pjesa më e madhe e fluturimeve po kancelohet ose po shtyhet për një datë të mëvonshme, sepse aeroportet nuk po punojnë me kapacitet të plotë. E njëjta situatë po ndodh edhe me prenotimet e shtetasve të huaj që duan të vizitojnë vendin tonë. Kancelime ka pasur, patjetër, sidomos për fluturimet në këto vende që janë të prekura nga lufta, sidomos pjesa e Emirateve të Bashkuara, Riyadh, Izrael, kanë pasur shumë kancelime si për fluturimet dhe për turistët që do vizitojnë Shqipërinë. Sipas operatorëve turistik, shkaku kryesor është psikologjik, pasi zgjerimi apo vazhdimi i konfliktit shkakton frikë dhe pasiguri tek qytetarët. Nëse Irani nuk hap ngushticën e Hormuzit brenda 48 orësh, do të zhdukim të gjitha centralet e tij. Ky ishte ultimatumi që presidenti amerikan Donald Trump i dha Republikës Islamike.
Presidenti Amerikan Donald Trump I dha 48 orë kohë Iranit që të hapë ngushticën e Hormuzit për mjetet detare tregtare ose në të kundërt, siç u shpreh ai në një postim në rrjetin e tij social Truth Social. Republika Islamike do të përballet me shkatërimin e infrastrukturës së saj energjetike. Nëse Irani nuk ka plotësisht dhe pa kërcënime Hormuzin brenda 48 orësh, duke nisur nga ky moment, SBA do të godasë dhe zhduk centralin e tij, duke filluar me më të madhin. Ultimatumi I cili skadon në orën 23:44 të CH-n sipas zonës kohore të Greenwich, u dha një ditë pasi Trump u shpreh se po shqyrtonte mundësinë e reduktimit të operacioneve ushtarake ndaj Iranit, dhe pak orë pasi 2 raketa iraniane goditën jugun e Izraelit duke plagosur më shumë se 160 persona. Sulmi më shkatërrues ky në atë vend që nga nisja e luftës 3 javë më parë. Irani u përgjigj ultimatumit të Trump duke thënë se nëse do të kërcënohej infrastruktura e tij energjetike, do të sulmonte ato të Izraelit dhe SBA-s. Për sa I përket ngushticës së Hormuzit, ministri I jashtëm iranian Abbas Araghchi u shpreh se Teherani kishte vendosur kufizime vetëm ndaj anijeve nga vendet që ishin përfshirë në sulme ndaj vendit të tij, ndërsa theksoi se do të ndihmoheshin ato nga shtetet që kishin qëndruar larg konfliktit. Besimtarët Bektashi në Shqipëri festojnë sot Sultan Nevruzin, një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin fetar që simbolizon rilindjen dhe shpresën. Në kryegjykatën botërore bektashiane në Tiranë është mbajtur dhe ceremonia tradicionale. Të gjithë besimtarët bektashian kanë kremtuar sot ditën e Sultan Nevruzit, festën më të rëndësishme të këtij komuniteti që simbolizon ardhin e pranverës dhe ditëlindjen e Imam Aliut. Ceremonia zyrtare e kësaj dite të shenjtë u ndoq nga qindra besimtarë kur kryegjyshi botror Haxhi Dedet Mont Brahimaj përcolli mesazhe paqe, dashurie dhe harmonie mes njerëzish. Ne duhet të respektojmë njeriun si institucion. Ai është qenia më e bukur e kësaj bote. Zoti ka bërë me shërbëtyrën e vet. Lutim Zotin që t'japi fund mërive, intrigave, luftrat e çdo të keqe, të kemi paqe në gjithë botën. 22 marsi simbolizon rilindjen e natyrës dhe fillimin e një cikli të ri jete, ndaj dhe gatimet që mbizetërojnë tavolinën e kësaj feste është byreku me 12 lloje barishtash. Ta Nevruzin e festojnë për herë dhe gëzuar të gjithë njerëzve dhe festohet nga çdo gjë që bëhet në shtëpi. Byreku me 12 gjëra jeshile. Bëjmë kulaçin me mish pule. Le therim gjelin. Gatimi bëjmë me ëmbëlsirë, byrek. Jam me sëmurë sot dhe kam ardhur se e kem patur traditë. Presidenti Begaj pas një vizite në kryegjyshatën botërore ka uruar të gjithë shqiptarët për festën që simbolizon pranverën dhe lindjen e Imam Aliut, princit që luftoi për emancipimin njerëzor. Vlerat e larta të kësaj dite, të paqes, të dëmshurisë, të dashurisë, të solidaritetit dhe të besimit për një të ardhme më të mirë, duhet jenë ato të cilët duhet të na përçojnë në gjithë ditët tona të vitit. Në ceremoninë e Sultan Nevruzit u shfaq dhe dokumentari për faltoren e parë të Bektashive, e cila përkon me 35 vjetorin e ndërtimit të saj. Material ky realizuar mjeshtrisht nga gazetari I mirënjohur nderi kombit Ferdinand Samargji. Problemet e shëndetit mendor po shënojnë në rritje të ndjeshme, veçanërisht tek të rinjt. Psikiatria Pranvera Alimani thekson se përdorimi pa kriteri telefonit, rrjeteve sociale dhe ekspozimi ndaj substancave narkotike po ndikojnë drejt për drejt në këtë situatë. Problemet e shëndetit mendor janë në rritje kryesisht tek të rinjt, një fenomen që po shqetëson gjithnjë më shumë specialistët e fushës. Po të fundit vjetre një prevalencë në rritje të problemeve shëndetit mendor. Kryesisht është gjendjet e ankthit, depresioni. Sipas psikiatres Pranvera Alimani, shpeshherë shenjat e para kalojnë pa u vretur ose keq interpretohen, duke u konsideruar si pjesë normale e moshës së adoleshencës. Zakonisht grupmoshat kur shfaqet për herë të parë janë grupmoshat e të rinjve. Adoleshentët. Mirë, po ndonjëherë ndodh një konfuzion. Sjellja që quhen tipike të moshës, ndonjëherë ngatrohen dhe neglizhohen për mos u marrë në vëmendjen e duhur si shenja të para shëndetit mendor. Alimani thekson se ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit mendor tek të rinjt mbeten përdorimi I tepërt I teknologjisë, si dhe ekspozimi ndaj substancave narkotike. Teknologjitë kanë një impakt të drejtë për drejtë në shëndetin mendor. Çfarë ndodh me një të ri? Të gjithë botën e jashtme, kontaktet I realizohen brenda një monitori të vogël që është telefoni ose kompjuteri. Shenjat më të zakonshme shpesh kalojnë pa u vënë re në fazat e para. Një ndryshim në mënyrën se si ushqehet, qëndrimet vonë,
në orët e natës, rënja në performancë në mësime, izolimi që nuk ka dëshirë të dalë me shokut, nuk ka dëshirë të marrë pjesë në aktivitete sportive, janë shenja ndoshta të para që nuk duhen neglizhuar. Ekspertët apelojnë për më shumë vëmendje ndaj shëndetit mendor, duke theksuar se mbështetja familjare, komunikimi i hapur dhe qasja në shërbime profesionale janë kyçe për mirëqenien e të rinjve. Në mesazhet që i ka dërguar së fundmi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për zgjedhjen në detyrë, presidenti Macron dhe kancelari gjerman Merz theksin e vënë tek dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Por parim në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë kërkuan kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Friedrich Merz në letrat e urimit për zgjedhjen e tij në detyrë që u publikuan së fundmi në faqen e internetit të kryeministrisë së Kosovës, duke theksuar se vendi i Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian dhe duke shprehur mbështetjen e Francës për rrugtimin evropian të Kosovës, presidenti Macron nënvizoi rëndësinë që ka normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, të cilin e përshkroi si dimension integral të procesit të afrimit me Bashkimin Evropian. Marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit kanë përcaktuar drejtimin dhe ju takon palëve të vënë në zbatim angazhimet e marra përsipër në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE, shkruhet në letrën e presidentit francez. Në të njëjtën linjë ishte edhe kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili në letrën e tij theksin e vë tek rëndësia e vendimeve që lidhen me të ardhmen euroatlantike të Kosovës, ku përfshihet dhe arritja e përparimit në dialog. Jam i bindur se do të merrni vendimet e duhura për integrimin e mëtejshëm euroatlantik të vendit tuaj, këtu përfshihet edhe përparimi në dialogun e ndërmjetësuar nga BE për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, shkruan kancelari gjerman në letrën dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Rusia ka vijuar sulmet nga ajri ndaj Ukrainës, si pasojë e këtyre sulmeve 6 persona humbën jetën gjatë 24 orëve të fundit. 6 persona humbën jetën si pasojë e sulmeve që rusët ndërmorën ndaj 4 krajinave ukrainase gjatë 24 orëve të fundit. 2 prej viktimave në Zaporizhia, ku një dron goditi një ndërtesë rezidenciale dhe si pasojë të cilit u plagosën edhe 8 persona, përfshit 2 fëmijë. Viktimat e tjera humbën jetën në Dnipropetrovsk, Donetsk dhe Kherson. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes bëri me dije të dielën se forcat e saj kanë marrë në kontroll fshatin e Potapivkas në krajinën ukrainase të Sumit në kufi me Rusin, ku ushtria ruse prej muajsh po përpiqet të krijojë një zonë tampon. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndërkohë ka paralajmëruar për një mungesë raketash për shkak të luftës që vijon në Iran. Sipas tij, SBA prodhon rreth 60 deri në 65 raketa Patriot në muaj dhe në ditën e parë të luftës në lindjen e mesme u përdorën 103 të tilla. Për Putin, përveç shtërimit të burimeve dhe stokut të raketave, një luftë gjatë në lindjen e mesme është e dobishme, pasi këto burime nuk i shkojnë më Ukrainës, theksoi Zelensky, ndërsa ekipi i tij dhe Steve Witkoff, i dërguar i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan, po vijojnë bisedimet në SBA për mënyrën se si i duhet dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, të parat negociata këto që kur Izraeli dhe Washingtoni nisën muajin e shkuar sulmet ndaj Iranit. Bisedimet që janë mbajtur më parë me ndërmjetësimin e SBA-s nuk kanë arritur të ndalin luftimet në Ukraina, po të ndryshojnë kërkesat maksimaliste të Rusisë. Ka nisur sot në Itali referendumi për reformën në gjyqësor të propozuar nga kryeministria Meloni. Qytetarët italianë nisën të dielën procesin e votimit në një referendum për reformimin e gjyqësorit propozuar nga kryeministria Giorgia Meloni, një test kyçky për koalicionin e saj të krahut të djathtë para zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të ardhshëm. Votuesit do të vendosin nëse do të mbështesin ndryshimet kushtetuese për ndarjen e karrierës së gjyqtarit nga i prokurori publik, ndarjen e organit të vetë qeverisur gjyqësor në 2 entitete të ndryshme, si dhe krijimin e një gjykate të re disiplinore për të 2 këto entitete. Referendumi mbahet në fund të një fushate të nxehtë për çështjen ku garojnë kampi drejtuar nga Meloni, që është pro reformës, dhe kundërshtarët e krahut të majt që janë kundër saj. Opozita e drejtuar nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Pesyjet ka paralajmëruar se reforma do të minojë pavarësinë e gjyqësorit dhe do t'i hapë rrugë ndërhyrjes politike. Qeveria e Melonit i hedh poshtë këto pretendime duke argumentuar se reforma është e nevojshme për të kufizuar numrin e personave të politizuar që zgjidhen antar të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit,
Pas njësër skandalesh që treguar marrëveshje politike mbi zgjedhjen e prokurorëve të lartë, analistët ndërkohë thonë se nëse shumica e votuesve mbështesin reformën, Meloni do të marrë një mbështetje të fuqishme në një kohë që ekonomia e vendit po përballet me pasojat e luftës në Iran, ndërsa një fitore për qendrën e Majt do të fuqizojë përpjekjen e opozitës për ndërtimin e një aleance që është e aftë të sfidojë kryeministren. Sondazhet mbajtur 2 javë para referendumit treguan se dy kampet kishin një diferencë të ulët mbështetje me njëri tjetrin. Procesi i votimit mbyllet në orën 3 të pasdites të hënës. Shqipëria prezanton letërsinë dhe kulturën e saj në panairin ndërkombëtar të librit në Leipzig, duke u bërë pjesë e një prej skenave më të rëndësishme letrare në Europë. Në një nga ngjarjet më të rëndësishme të librit në Europë, panairin ndërkombëtar të librit në Leipzig, Shqipëria u prezantua këtë vit me një program që solli në vëmendje zërat bashkëkohor të letërsisë shqipe dhe pasurinë e saj kulturore. Nën moton kur historitë na lidhin, pjesëmarrja shqiptare u përqendrua tek fuqia e rrëfimit për të afruar kultura dhe për të krijuar ura komunikimi përtej kufive. Vizitorët patën mundësi të njihen me botimet e reja, autorët shqiptar dhe traditën letrare që vazhdon të evolojë. Vëmendje të veçantë mori dhe vizita e drejtoreshës së panairit Astrid Bohmish, e cila ndaloi në stendën shqiptare dhe vlerësoi nivelin e përfaqësimit, duke e cilësuar atë si një tregues të rritjes së interesit për letërsinë shqipe në tregun evropian. Në të njëjtën linjë bashkëpunimi kulturor, stenda shqiptare u vizitua dhe nga Ministrja e Kulturës së Kosovës Saranda Bogujevski. Prania e përbashkët e Shqipërisë dhe e Kosovës u konsiderua si një hap i rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit në fushën e librit dhe në promovimin e gjuhës shqipe jashtë kufive. Pjesëmarrja në këtë panair konfirmon përpjekjet për ta bërë letërsinë shqipe më të pranishme në hapësirën ndërkombëtare, veçanërisht përmes përkthimeve dhe lidhjeve me tregun gjermanofolës. Tirana ka mposhtur Vorën me rezultatin 3-0 duke lënë fundin e klasifikimit në javën e 29 biznet superiore, fal goleve të Alvarez dhe 2 golçit të Redon Gjigjes. Tirana bën Tiranën në Selman Stërmasi duke ja dalë të mposhtë Vorën me rezultatin e pastër 3-0. Perfeksioni i Fridi Alvarez dhe dopjeta e Redon Gjigjes fundosën debutuesit e superiores që për herë të parë këtë sezon pozicionohen në zonën e rrezikut. Rekordmenët e futbollit shqiptar nisin mjaft mirë sfidën duke zotruar qarkullimin e topit dhe rrezikuar me goditje standarde. Në minutën e 15 është Fridi Alvarez që me një goditje kirurgjikale ndihmuar dhe nga shtyta dërgon në peshë tifozët të shkallët e stadiumit. Perla i fantazizit bëri që ekipi Orges Shej të shfaqe më i qartë në fushën e lojës. Donat Mehmeti ka në këmbët e tij shanse për të dyfishuar shifrat, por i vetëm Ballarizaj ndalet nga gardiani mik. Me avantazh minimal për Tiranën mbyllet pjesa e parë, teksa fraksioni i dytë nisi më i qetë duke bërë që rastet për shënim të mungonin. Të gjendur në këtë situatë, Bellaja e Shej me anë të zëvendësimeve mundon të rifreskojnë energjitë e ekipeve respektive. Bardebut hedhi në fushën lojës Tabeku e Gjixhën. Ansorit kryeqytetas si mjaftuan 1 minutë në fushën e Blerët për të gjetur golin e qetësisë për Bardebut. Redon Gjigja si për dëshmuar impaktin i jashtëzakonshëm që ka me klubi që ka dhënë të fitojë titullin kampion, shënon sërish duke hipotekuar dopjetën personale. Kaq mjafton për 27 vjeçarin që në minutën e 83 i jep luksin Orges Shej të zëvendësojë me misionin tashmë të kryer. Një sukses sa i merituar që të rëndësishëm ky për Tiranën që mbërrin pikërisht Vorën në renditjen e kuotën e 27 pikëve. Debutuesit e superiores vijojnë krizën e rezultateve teksa nuk fitojnë për 10 takimesh duke rrezikuar më shumë se kur qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar. Nuk mund të çetojë, por Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë minuta konfshim.